Një tender milionësh për asfaltimin e disa rrugëve në Mitrovicë përfundoi në një grop procedurash, ankesash e përplasjesh ligjore. Mbi 3.2 milion euro të destinuara për asfaltimin e rrugëve të fshatrave Bajgur, Rashan, Tërsten, Kutlovës dhe Vllahi nuk po derdheshin vetëm në asfalt, por edhe në zyret e prokurimit, komisioneve vlerësuese dhe organit shqyrtues të prokurimit. Në fund, OSHP-ja konstatoi se anulimi i tenderit nga komuna është bërë në kundërshtim me ligjin për prokurim publik, duke urdhëruar kthimin e lëndës në rivlerësim. Gjithçka nisi më 23 qershor të vitit 2025, kur komuna e Mitrovicës hapi tenderin për asfaltimin e disa rrugëve lokale, duke u bashkëfinancuar nga Ministria e Infrastrukturës. Pas publikimit të tenderit, në garë apikuan disa kompani me oferta milionëshe. Oferta më e lirë ishte ajo e grupit Valdrini SHPK, bashkë me Benita Company, Grand Construction SHPK, me rreth 2.899.000 euro. Pasaj renditej Quality Asphalt me rreth 2.997.000 euro. Ndërsa grupi Diobes SHPK dhe Eurocos Holding SHPK ishte propozuar për kontratë me ofertë mbi 3.088.000 euro. Por pasi ofertat ishin hapur dhe procedura kishte kaluar fazën e vlerësimit, tenderi mori një kthes tjetër. Komuna e Mitrovicës anuloi krejt procedurën. Arsyetimi zyrtar ishte se gjatë një rishqyrtimi teknik ishin konstatuar mospërputhje mes paramasës dhe projektit ekzistues. Me fjalë të tjera, sipas komunës, dokumentet teknike të tenderit nuk përputheshin mes vete. Autoriteti kontraktues pretendoi se stafi inxhinierik kishte rekomanduar anulimin dhe rihapjen e procedurës pas harmonizimit të dokumentacionit teknik. Pra, ky aktivitet i prokurimit, i zhvilluar gjatë mandatit të kryetarit të kaluar të komunës, me ndryshimin e udhëheqjes komunale në nëntor të vitit 2025, pra me ardhjen e kryetarit të ri Faton Peci, procedura u anulua nga komuna, duke ngritur dyshime tek operatorët ekonomik se drejtimi i procesit kishte ndryshuar qëllimshëm. Ky vendim u kundërshtua ashpër nga operatorët ekonomik, Diobes dhe Quality Asphalt, të cilët dorëzuan ankesa në organin shqyrtues të prokurimit. Sipas tyre, komuna nuk kishte të drejtë ligjore të anulonte tenderin pasi ofertat tashmë ishin hapur dhe vlerësuar. Operatorët pretenduan se dosjen e tenderit e kishte përgatitur vetë komuna, paramasa ishte aprovuar nga vetë ky institucion dhe gabimet teknike nuk mund të përdoreshin si arsye për anulim në fund të procedurës. Në ankesë, Diobes ngriti edhe dyshime mbi punën e komisionit vlerësues. Sipas operatorit ekonomik, 2 antarë të komisionit kishin vlerësuar se kompania i plotësonte kriteret, ndërsa një antar i vetëm kishte kundërshtuar këtë vlerësim. Madje në ankesë thuhet se ky veprim i këtij antari për ne është tendencios dhe ngre dyshime për ndikim në proces në koordinim me njësinë kërkuese. Nga ana tjetër, Quality Asphalt pretendonte se ligji për prokurim publik lejon anulimin e një aktiviteti vetëm në raste të caktuara dhe se në këtë rast nuk kishte plotësuar asnjë kusht ligjor për anulim. Gjatë shqyrtimit të rastit, eksperti OSHP-s konstatoi se komuna kishte vepruar në kundërshtim me nenin 62 të ligjit për prokurim publik, pasi nuk kishte dhënë arsye të qarta dhe konkrete për anulimin e tenderit. Po ashtu, eksperti vlerësoi se autoriteti kontraktues nuk kishte argumentuar mjaftueshëm pretendimet për mospërputhje mes projektit dhe paramasës. Të njëjtin qëndrem me mbështetje dhe paneli shqyrtues i OSHP-s, i cili shpalli anulimin të kundërligjshëm dhe urdhëroi kthimin e lëndës në rivlerësim.